Departamenti i krimeve të rënda i gjykatës themelore në Gjilan e ka shpallur të premten fajtor dhe dënuar me 12 vite e 6 muaj burgim Agdi Krasniqin nga Kamenica për vrasje dhe tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme. I akuzuari Krasniqi me datën 16 korrik 2012 në orën 22 në lagjin Qamëria, rruga Musli Ymeri në Kamenic, pasi është sulmuar nga tani i ndjeri Gzim Demiri, ka nxjerr nga xhepi briskun dhe e ka privuar nga jeta atë duke e goditur 10 herë në pjesë vitale të trupit. Përfaqësuesi i familjes së dëmtuar, avokati Selami Rexhepi, i tha gazetës Jeta në Kosovë se pas konsultimit me familjen e dëmtuar do të ushtrojë ankesë, me që nuk janë të kënaqur me lartësinë e dënimit. Edhe Ymer Huruglica, mbrojtësi të akuzuarit Agdi Krasniqi, i tha gazetës Jeta në Kosovë se do të ankohet kundër këtij aktgjykimi. Sipas tij, gjykata e ka pranuar se si pasojë e sulmit ka ardhur deri te vrasja në mbrojtje të nevojshme. Huruglica tha se dënimi nuk është në proporcion me veprën inkriminuese, sepse nuk ka ekzistuar dashja për ta privuar nga jeta tani të ndjerin, por vetëm zmbrapsja e sulmit. Në këtë dënim, Agdi Krasniqit do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 16 korrik 2012.